Kemi lloje të ndryshme të bullizmit. Bullizëm fizik, bullizëm emocional, social, psikologjik, kibernetik. Forma e bullizmit fizik përfshin disa sjellje dëmtuese të personat e tjerë, siç janë grushtimi, shtyrjet, veprimet pra që lëndojnë të tjerët në forma të ndryshme që lëndojnë apo dëmtojnë ata në aspektin fizik. Formë tjetër e bullizmit është bullizmi verbal ose me fjalë, që përfshin shprehjet, tallje të ndryshme, nofkat, fyrjet, sharjet, kërcënimet, përhapjen e thashëthemeve e kështu me radhë, që shpesh herë janë shumë prezente, qoftë në mesin e bashkëmoshtarëve, qoftë në mesin e raporte mësim-dhënës dhe nxënës apo adoleshent, sikurse edhe në familje. Një formë tjetër, po ashtu mjaft e rëndësishme dhe mjaft prezente, është edhe bullizmi social apo shoqëror, që paraqitet në mesin e fëmijëve dhe adoleshentëve, duke injoruar njëri tjetrin nga lojrat, duke lanë jashtë grupit, duke shpërfillur apo duke mos i ftuar në festat apo aktivitetet e klasës dhe të shkollës që organizojnë nxënësit. Pra, është një bullizëm që vërtet ndikon në gjendjen emocionale të fëmijëve shumë negativisht. Formë tjetër e bullizmit është edhe bullizmi seksual. Ky tip i bullizmit që nënkupton sjellje seksuale të padëshiruara, fizike ose verbale, që përfshin pohime seksuale ose shënime seksualisht diskriminuese dhe kontakte të padëshirueshme fizike me njëri tjetrin. Një formë tjetër e bullizmit është edhe bullizmi kibernetik. Pra, bullizmi që ndodh nëpërmjet përdorimit të teknologjisë, formë e bullizmit që ndodh përmes dërgimit të mesazheve të bezdishme apo shqetësuese për fëmijët dhe adoleshentët, të tipit që mund të jenë shqetësuese, kërcënuese, qoftë përmes telefonit apo forma tjera të përdorimit të internetit apo rrjeteve sociale.